Tuneli Llogaras është vjedhje dyfisht. Vjedhja e parë është vendimi për të bërë një tunel i tillë, që kur është marrë vendimi dhe ky vendim është marrë nga Edi Rama, ka qenë vendim politik, është marrë në kushtet ku të gjithë ekspertët thonë që nuk ka leverdi ekonomike një investim aq i madh, ku në fakt ti ke tashmë dy rrugë. Është rruga e vjetër që ndjek qafën e Llogaras dhe është rruga që është bërë e lumit Vlorës që të nxjerr në Qeparo. Pra në moment që ti ke dy rrugë alternative, të bësh një të tretë me kaq shumë para të investuara, tregon që ti nuk ke për zemër interesin publik, po thjesht do të shërbesh oligarkëve që kanë ndërtuar në palas dhe dhërmi. Pra jo atyre që si thua bëjnë aktivitet turistik në Qeparo, Borshë, Botutje, por ata që janë aty poshtë Llogaras, që është palasa dhe dhërmiu. Kjo është vjedhja e parë, pra që na kushton shumë shtrenjtë një tunel që praktikisht bëhet për Samirmane, Aleksandr Farngajn, Artan Dulakun, edhe ca ndërtues të tjerë që kanë ngritur këto monstra prej betoni në vijën bregdetare të jugut të Shqipërisë. Vjedhja e dytë pastaj është vjedhja brenda vjedhjes, pra pasi ti vendos që të ndërtosh një tunel të shtrenjtë, të panevojshëm, ti pastaj vjedh dhe tenderin, pra vjedh edhe prokurimin publik. Dhe këtu Belinda Balluku është e akuzuara kryesor dhe unë besoj që nëse Belinda Balluku i sekuestrohet celulari, gjendet palloshi si sot aty, gjendet do komunikim, jo vetëm objekt i bisedës, por unë besoj që do gjendet edhe si subjekt i bisedës.